Për me nivelin e pagave në sektorin publik dhe privat, do të na japë Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scanintel. Gjorgjina, të përshëndes. Përshëndetje. Duket që niveli i pagave mesatare bruto së paku për vitin 2024 ka qenë 77.000 lekë, duke pësuar një rritje me gati 10%, krahasuar me vitin 2023. Dhe nëse shohim të dhënat, ajo që rezulton është që rritja e pagës udhëhiqet, le të themi, nga rritja e nivelit të pagave në sektorin publik, ku reflektohet një rritje me 12.5%, pra dhe mesatarisht paga për këtë sektor ka qenë apo ka rritur në nivelin e 92.000 lekëve, apo jo? Në fakt, Adas, me statistikat e tremujorit të 4 të vitit kaluar, tani ma mund kemi të qartë për panoramën sa i përket mesatarës të gjithë vitit 2024, dhe krahasimisht me vitet e tjera. Unë sot kam ardhur me 3 grafik për të kuptuar diferencën dhe tendencën që kam patur rritja e pagave ndër vite sa i përket sektorit publik dhe sektorit privat. Pra për të parë diferencën midis dy sektorëve dhe për të folur edhe për grup aktivitetet. Është e vërtetë që pagat në sektorin publik kanë udhëhequr pra rritjen sa i përket pagës mesatare në total, ndërkohë nëse flasim sipas grup aktiviteteve, pagat në administratën publike dhe mbrojtja apo sigurimi social i detyrueshëm kanë patur rritjen më të lartë, por do ta shohim në grafikun e tretë. Si fillim le të flasim pra për pagën mesatare, pagën e privat dhe pagën e shtetit dhe sa vlerësohen për vitin që lam pas. Sa i përket pagës mesatare, mesatarisht regjistrohet në 77.456. Gjithmonë Ada flasim për pagën mesatare bruto për një të punësuar me pagë në Shqipëri. Duket ndjeshëm që paga në sektorin publik është më e lartë edhe se paga mesatare, por dhe se ajo në sektorin privat, pra ka një hendek të qartë si shtregoj dhe grafikisht. Për të shkuar pra më konkretisht në shifra, themi që paga në shtet ka arritur në rreth 92.043 lekë, mesatarisht pra për gjatë vitit 2024, dhe ka një rritje të konsiderueshme, le të theksojmë, jo vetëm me sektorëve, por gjithashtu edhe krahasuar me vitin 2023. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket sektorit privat, paga regjistrohet në rreth 71.163. Sigurisht që për gjatë 3 mujorëve, po edhe për gjatë viteve, edhe në sektorin privat pra shpar një rritje, duke arritur pra në këtë nivele. Ndërkohë, Ada, në grafikun e 2 do të flasim sa i përket normës së rritjes ose ritmit të rritjes, sa i përket pagës ndër vite, pra në rreth 10 vite mesatarisht le të themi, sa i përket pra sektorit privat dhe sektorit publik për të parë se si kanë ndryshuar tendencat. Sa i përket vitit 2024, pra krahasuar me vitin 2023, paga në sektorin shtetëror është rritur me 12.4%. Pra, hendeku është goxha i lartë, le të themi, nëse krahasojmë me rritjen e pagave në sektorin privat, i cila vlerësohet 8.5, pra kemi një hendek goxha të lartë, pavarësisht nxitjes, pra sipas mungesës së fuqisë punëtore, sërish përballemi me këtë hendek. Por jo vetëm nxitjes që ka patur sektori publik për fuqi privat për fuqi punëtore, por gjithashtu nismat sa i përket rritjes së pagave në administratën shtetërore, pra kanë sjell këtë raport me cilin përballemi edhe në grafikun që shfaqet pas meje. Nga ana tjetër, nëse i analizojmë të dhënat që nga viti 2015 deri në vitin 2024, shohim që treguesit kanë lëvizur. Ajo çka vjet e re ndër vite, nëse nisim që nga viti 2015, shohim që rritja për sektorin privat është vlerësuar në 3.2%. Pra ka qenë më e lartë se sa rritja në sektorin shtetëror. Ndërkohë me të njëjtën panoramë paraqiten edhe viti 2018, viti 2019, viti 2021 dhe viti 2022. Ndërkohë, tendenca në vitin 2017, si pasojë e zgjedhjeve të atij viti, është marrë një nismë për të rritur pagat në sektorin shtetëror dhe ka bërë që të shfaqen dhe këto diferenca grafikisht, ku përkatësisht për vitin 2017, paga në sektorin shtetëror është rritur me 9.8%, ndërkohë në sektorin privat me 0.8%. Megjithatë, ajo çka vjet e re nga grafiku është se në 2 vitet e fundit, pra në vitin 2023 dhe në vitin 2024, prevalon ndjeshëm rritja e pagave në sektorin shtetëror. Përkatësisht me 17% në vitin 2023 dhe me 12.4% në vitin 2024. Dhe ajo çka vjet e re në këto 3 vitet e fundit është fakti se ritmi i rritjes për sektorin privat ka qenë më i ngadalt. Pra pak a shumë, kjo është panorama sa i përket diferencave dhe rritjeve vjetore sa i përket pagave pra në këto 2 sektor. Nga ana tjetër, siç e përmenda edhe më herët, do të flasim sa i përket pagave sipas grup aktiviteteve ekonomike. Si paraqitet situata? Shohim që aktivitetet financiare dhe të sigurimit, informacioni dhe komunikacioni, administrata publike dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë një pagë mesatare ndjeshëm mbi mesataren kombëtare, e cila, siç e përmendëm më parë, vlerësohet në rreth 77.000. Aktivitetet financiare të sigurimit regjistrojnë një pagë
për 150.497 lek, ndërkohë, si gjithmonë, gjejmë në fund të rënditjes ndërtimin, bujqësinë dhe pyetje peshkimin. Qofse do të shohim ndryshimin vjetor sa i përket këtyre grup aktiviteteve, lajmi i mirë është që pagat në ndërtim kanë patur, është mes atyre grup aktiviteteve që kanë patur rritjen më të madhe, bashkë me administratën publike, mbrojtja dhe sigurimi social i detyrueshëm. Pak a shumë, Ada, këto janë dhe të dhënat sa i përket statistikave të pagave. E qartë. Mirë, Gjorgjina, unë falenderoj për gjitha detajet e përcjellë në studio. Faleminderit ju.